Altin Troplinit, armikut të egër të votës së lirë të shqiptarve, avokatit të Irena Gjokës, Elvis Doçit, Altin Hajrit dhe Kreshnik Farukut, me parajmërimin se drejtësia vonon, por nuk harron dhe krimi antikushtetues do marrë ndëshkimet më të rënda. Sali Berisha, ky ishte dokumenti që i lash në skap. Përsëri ka vetëm një çështje. Në shtetin e Irenës me 5 mbiemra ka vetëm krim në vazhdim. Krim në vazhdim. E muar të vesh se ILD-ja njoftoi se do të hap proces disiplinor, për mas disiplinore, me gjithë dokumentat që ajo është një kriminele e denuar në gjykatat e Greqisë, me gjithë dokumentacionin se ajo është një kriminele që ka mashtruar në formulart zyrtar të vetingut, të dekriminalizimit dhe ILDKP-s.